Bllokimi i rrugëve urbane në Durrës. Bllokimi i rrugëve fillon një datë më parë, pra në datën 8/5/2025, rreth orës 07 deri në 9/5/2025, në ora 14 do të ketë kufizim për parkimin e automjeteve në segmentet si më poshtë. Rruga 9 Marsi, rruga Tavlantja, që përfshin segmenti Ish Volga deri te Hotel Arvi, rruga Anastas Dursaku, nga Ish Volga deri te Gjimnazi Gjergj Kastrioti, rruga e Kalas, përfshin segmentin nga Kafe Mulliri Vjetër deri te rruga Sotir Noga. Pra këto kanë bënë me ndalimin e parkimeve. Gjithashtu, po më datën 5/5/2025, ora 07 deri në 18:00 do të ketë ndalim parkimit të automjeteve në parkimin publik të shitëtores Tavlantja, e cili është mbas restorant Pjacës. Më datën 9/5/2025 do të ketë kufizim për parkim nga ora 05 dhe bllokim të qarkullimit nga ora 11 deri në 13:30 në interararin e garës si më poshtë. Kjo përfshin rrugën nga Nisja deri në ndarje të qytetit. Ka të bëjë me rrugën 9 Marsi, rruga Ignatia, segmentin nga rreth rrotullimi Kishës Ortodokse deri te rruga Tavlantja Hotel Arvi, Torre Veneciane, Bulevardi Epidam, Sheshi Liria, rruga Aleksandër Goga deri te Mazolumi i Dëshmorëve, rruga e Dëshmorëve, rruga Adria, rruga Urre dhe Lajt, rruga Pavarësia, kanali Kavalishensës, rruga e Re e Portit. Pra këto janë akset rrugore të cilët kanë bën brenda bashkisë Durrës, të cilët do të kufizuar nga ora 11 deri në 13:30. Bllokimi i rrugëve interurbane për etapën e parë, pra të datës 9, ka të bëjë me bllokimin e aksit rrugor Plepa, Bishti i Zhurit, Peqin, Bradashesh, Gracen, nga ora 11:30 deri në 15:30. Ky është aksi në këto ora të bllokuar, por do të sqaroj që mbasi kalon gara, rruga hapet për përdoruesit e rrugës, por gjithmonë në sensin që është garusit, jo përballë. Bllokimi i akseve rrugore urbane në Tiranë, po të etapës parë. Dhe këtu është ndalimi i qarkullimit 2 orë para kalimit garuze në të gjithë itinerarin e etapës. Bllokimi fillon nga ora 13:00 deri në 18:00 në të gjithë itinerarin e kësaj etape. Dhe përfshin rrugën Fshati Gracen deri te rreth rrotullimi Tegut, rrotullimi Tegut deri te rreth rrotullimi Santoriumit, rruga Elbasanit, rruga Baramsuri, Ali Shefqeti, Aledin Frashëri, rruga e Zhekrit, Muhamet Deliu deri te rreth rrotullimi i Freskut, rruga Sotir Çaçi, Xhanfize Keko, rruga Arkitekt Kasemi, Jean d'Arc, Dëshmorët e Kombit, rruga në brendësi të Gardës së Republikës, segmenti i rrugës mbrapa Pallat të Kulturës, rruga Katër Dëshmorët, Dëshmorët e Katër Shkurtit. Ky është aksi që përfshin itinerarin e Tiranës. Do të sqarojmë pak blloqet e banimit të cilët kanë akses të kufizuar në këtë datë, pra datës 9/5. Pjesë e banimit në rrugën lidhëse në rrugën Papa Gjon Pali 2 nuk kanë akses për të dalë pas orës 13 deri në 18. Rrugët janë Andrevi Shima, Asim Zeneli, Temisogoli Gërmeni, Ismail Qemali, Mustafa Motoriti, Julva Ribova dhe Fatmira Xhiu. Zona e Pazarit të Ri, Hoxha Tasim nuk kanë akses për të lidhur me bulevardin Jean d'Arc, por kanë akses vetëm në rrugën e Dibrës, Farmacia 10 dhe dalin në autostradën lindore. Zona e qytetit studentit, Igjena, Shkolla e Baletit, Ish Tregu Elektrik, Ali Demi kanë akses për dalë në rrugën Pasho Ysa dhe në rrugën Pjetër Budi, që kanë akses me rrugën Agush Gjeqevica, e cila ka dalin në unazën lindore. Zona e Kodrës Priftit nuk ka akses për të dalë nga perimetri mbas bllokimit të aksit rrugor, pra nga ora 18 deri në 18. Zona e Tiranës së Re dhe bloku kanë dalin në rrugën Kristo Luarasi, Diga e Liçenit dhe dalin në Selit. Zona e rrugës së Myslimshyrit, rruga e Kavajës do të kenë akses dali për në rrugën e ambasadave në drejtim të bulevardit Zogu Par dhe rruga Minepeza. Etapa 2 është etapa që quhet Tiranë-Tiranë, është etapë kronometrike dhe zhvillohet në datën 10/5/2025. Nga ora 08 deri në 11 do të ketë lëvizje të kufizuar dhe nuk do lejohen parkime në segmentet rrugore Zogu Izi dhe itinerari rruga e Durrësit, rruga Fortuzi, rruga Dervish Hatixhe, rruga Barikadeve, rruga mbas Pallat të Kulturës. Kjo ka të bëjë me aksin rrugor që afrohen ekipet për të sheshjes Skënderbej. Pra është vetëm e kufizuar. Ndalimi i qarkullimit të automjeteve me përjashtim të mjeteve të emergjencës dhe policisë shtetit nga ora 10 deri në 18 të datës 10/5/2025 në gjithë itinerarin etapës 2, e cila përfshin nisjen nga sheshi Skënderbej, rruga Urani Pano, Det Gjoluli, Ibrahim Rugova, Dëshmorët e Katër Shkurtit, Gjeq Fishta, Muhamet Gjollesha, Bajram Suri, Ibrahim Rugova, Lek Dugagjini, Dervishima, rruga Elbasanit dhe rreth rrotullimi Saukut, Abdul Frashi, bulevardi Zogu i Parë deri te rruga Fortuzi, rruga mbrapa Pallat të Kulturës. Pra kjo ka të bëjë gjithë akset rrugore që përfshin itinerarin që u shfaq dhe monitor. Blloqet e banimit me akses të kufizuar në datën 10/5/2025 janë pjesë e banimit në rrugën lidhëse me rrugën Papa Gjon Pali 2,
e cila nuk ka akses për dalë mbas orës 10 deri në 18. Rrugët përfshin Drevishima, Asim Zeneli, Themiskoli Gërmeni, Ismail Qemali, Mustafa Maturiti, Jul Variboba dhe Fatmira Gjion. Bllokut e Ukrainë e Lirë nuk ka akses për dalë kjo në ora 10 deri në 18. Pra këto janë dy blloqet që kanë aksesin e kufizuar dhe kanë pamundur intervalin 10 deri në 18, pasi në atë interval do kalojnë gjithë garusit edhe është segment që rrethon këto dy blloqe. Orientimi i devimit trafikut për datën 10/5/2025. Zonë e Pazarit të Ri, Axhim Hoxha Tasim nuk kanë akses për të lidhur me bulevardin Xhan d'Arc, por kanë akses vetëm në rrugën Dibrës, Farmacia 10 dhe dalë në autostradën Lindore, si dhe kalimin në rrugën Barikada. Pjesa e rrugës Kavajës dhe Mysym Shyrit lidhet me zonën e Tiranës së Re vetëm nëpërmjet rrugës Dritan Hoxha për të kaluar në Unazën e Re dhe Macetës. Zona e qytetit studentit, Igjena, Shkolla e Baletit, Ishtregu Elektrik, Ali Demi kanë akses për dalë në rrugën Pasho Hysa dhe rrugën Pjetër Buti, që kanë akses në rrugën Agush Gjeqevica, e cilat nxjerrin Unazën Lindore. Gjithashtu kanë akses për dalë në rrethin e Shkozës dhe zonën e Kotës Pritit. Etapa e tretë ka të bëjë me etapën Vlorë-Vlorë, e cila zhvillohet në datën 11/5/2025. Dhe në këtë etapë kufizimet fillojnë një natë më parë në datën 10/5/2025. Ndalimi i parkimit të mjeteve në sheshin e madh pra fillimi i Longomarës duke filluar nga ora 15 dhe përfundon në 18 të datës 11/5/2024. Ndalohet parkimi në fushën e shkollës Marinës duke filluar nga ora 15 të datës 10 dhe përfundon në orën 17 të datës 11. Ndalohet parkimi i mjeteve nga ora 14 të datës 10 deri në orën 23 të datës 11 në rrugën Valentin Kollozi, Anita Bitri. Këtu do bëhet devimi nëpërmjet bulevardit Gjergj Kasioti, hasi rrethi skelës kryqëzimi i Aleksandris, devimi në rrugën Kosova dhe Pelat Rexhepi, rruga Pelat Rexhepi dhe aksi Bolvoil, kryqëzimi Unazës. Ndalimi i parkimeve të mjeteve në datën 10 ora 22 deri në orën 23 të datës 11 në rrugën Eredin Axhiri dhe aksi kryqëzimi i rrugës Onufri me kryqëzimin Bulevardi. Devimi është rruga Pilo Bregu dhe Fiqeret e Musta. Në datën 11/5 që zhvillohet dhe gara, ndalohet parkimi dhe qëndrimi i mjeteve në aksin Sheshi Madh, kryqëzimi i rrugës Shaban Demire nga ora 5:00 deri në orën 15 dhe qarkullimi duke filluar nga ora 07 deri në 14:15. Ndalohet qarkullimi i mjeteve dhe këmbësorëve nga rapi Lungomare, bulevardi kryesor Ismail Qemali, rruga e Re, Pusi Mizinit, nga ora 11 deri në orën 13:30. Alternativë do të jetë rruga e Centrales, Zenel Mura dhe rruga Transballkanike. Nga ora 11 deri në 14 dhe 15 deri në 19:30 do të jenë bllokuar rruga rapi Lungomare Bulevard, kryesor Ismail Qemali deri në Shkolla Ali Demi. Rruta aksesueshme do të jenë për ato që përmendëm më lart. Për të shkuar në portin e Vlorës do të përdoret rruga Transballkanike, e cila do të jetë aksesueshme gjatë gjithë kohës nga mjetët dhe personat. Po kështu dhe rrugët që çojnë në spital janë të aksesueshme, rruga Transballkanike, shtëpia oficerëve Kapela në drejtim të Spitalit Rajonal të Vlorës, pjesa tjetër e qytetit nga Pusi Muzinit, rruga e Re, Kapela në drejtim të Spitalit Rajonal dhe ujë ftohtë centrale fabrika e çimentos nëpërmjet Kusbabas, Bashkia Vlorë që të çon në Spitalin Rajonal. Pra këto janë akset rrugore që të çojnë në spital për çdo rast emergjent. Bllokimi i rrugëve interurbane ka të bëjë kryesisht me aksin rrugor Lumi Vlorës dhe Bregu. Për akses nga Vlora në drejtim të fshatarëve të Lumit Vlorës mund të përdoret Lumi Vlorës deri në orën 11 dhe pas orës 14:30. Pasi ora 11 deri në 14:30 ky aks është i bllokuar për garusët. Për akses nga Qeparori në drejtim të fshatarëve të Lumit Vlorës dhe qytetin e Vlorës mund të përdoret ky aks deri në 10:30 dhe mbas orës 15:45. Ky është aksi që janë garusët në këtë aks dhe në 10:30 deri në 15:45 është e pakalueshme nga qytetarët. Për akses nga drejtimi Vlori-Mar deri në Qeparo, aksi është i lirë deri në orën 12:30 dhe mbas orës 17:30. Rruga është e bllokuar dhe e paaksesueshme në këtë interval. Për akses nga aksi Qeparo-Mar Vlorë, ky aks është i lirë në orat 13:30 dhe mbas orës 16. Në orat 13:30 deri në 16:30 është i paaksesueshëm nga qytetarët. Këtu janë pak a shumë masat që kemi marrë ne bashkëpunim edhe me bashkitë përkatëse, me policitë bashkiake për të bërë mbylljen e bllokimit të këtyre akseve rrugore që do përdoren për itinerarin e 3 etapave të para të Giro Italis. Këto kanë për qëllim të garantojnë sigurinë rrugore, mbarvajtjen e rrugës dhe minimizimin e ndikimit të lëvizjes qytetarëve dhe të mjeteve. Policia e shtetit i bën thirrje të gjithë qytetarëve
që të respektojnë sinjalistikën dhe udhëzimet e punonjësve të policisë, të shmangin lëvizjet me mjete në zonat e prekura gjatë kohës së zhvillimit të garës dhe të ndjekin informacionin zyrtar, duke falendëruar publikun për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin gjatë kësaj gare shumë të rëndësishme sportive.